Kryeministri britanik Keir Starmer është zotuar të përmbush një objektiv të ri të NATO-s për të shpenzuar 5% të prodhimit të brendshëm bruto të Mbretërisë së Bashkuar për sigurinë kombëtare deri në vitin 2035. Në samitin e NATO-s në Holand, 32 vende anëtare përfshirë Mbretërinë e Bashkuar pritet të bien dakord për objektivin prej 5%, me 3.5% që do të shkojnë për mbrojtjen thelbësore dhe 1.5% të mbetur për fushat e lidhura me mbrojtjen, të tilla si rezistenca dhe siguria. Objektivi i ndarë synon të qetësojë presidentin e SBA-s Donald Trump, i cili ka kërkuar aleatëve të NATO-s të shpenzojnë më shumë. Downing Street ka argumentuar se masat për energjinë dhe luftimin e bandave të kontrabandës mund të klasifikohen si shpenzime për sigurinë. Sekretarja konservatore e jashtme, Dame Priti Patel, akuzoi ministrat se shpallën objektivin pa para të reja për ta financuar atë. Dame Priti tha se qeveria duhet të mbledh fonde më shpejt për shkak të gjendjes së rrezikshme të gjeopolitikës. Duke folur për BBC Breakfast, ajo shtoi se nuk mendoi se ata mund të shkojnë në një takim të NATO-s dhe të flasin për fondet që mund të vinë pas 10 vitesh, kur ekziston një kërcënim real dhe i pranishëm për ne tani. Si konservatorët ashtu edhe liberal-demokratët kanë mbështetur rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes. NATO përbëhet nga 32 vende anëtare të cilat kanë rënë dakord të mbrojnë njëra tjetrën nëse sulmohen. Që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022 dhe rizgjedhja e Trump si presidenti i SBA-s vitin e kaluar, anëtarët e organizatës janë përballur me presion në rritje për të rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes.